Radha për të luajtur është e gjatë, e ata që parafruan shifrën më të lartë që arriti Bitcoin në treg u shpërblyen. Ishte kjo vetëm njëra nga format që pjesëmarrësit e kaluan pauzën në ditën e dytë të konferencës më të madhe të kriptovalutave në rajon. Epiqendra e kësaj ngjarje ishte në Prishtinë. Krejt kjo pas një bashkëpunimi të BlockTalk Prishtina me gigantin global Binance. Këta të fundit u habetën ma çfarë pa në Kosovë. Shembull, Kosova i ka 14% të qarkullimit total të tregut të kriptovalutave në Ballkan, gjë që është e mahnitshme nëse e krahason me vendet e tjera të rajonit, dhe gjithashtu ajo që më habiti është popullsia kaq e re dhe interesimi i tyre në blockchain. Prezenca në Prishtinë e kompanisë më të madhe në botë për tregtimin e kriptovalutave, Binance, tërhoqi vëmendje të madhe. Për këtë dikush udhtoi plot 15.000 kilometra për të marrë pjesë në këtë konferencë në Prishtinë. Unë vin nga Australia, i bëra 14 orë udhëtim deri në Dubai, e nga aty arrita në Stamboll e pastaj në Prishtinë. Udhëtim me të vërtetë i gjatë, por mendoj se ja vleti shumë, sepse jam shumë i emocionuar për këtë konferencë. Duke bashkë organizuar këtë konferencë me BlockTalk, po përqendrohet shumë në këtë rajon dhe i kanë të gjitha arsyet e duhura sepse Kosova do të jetë një qendër e kriptovalutave brenda Evropës. Organizatorët e kësaj ngjarje thonë se Prishtina shumë shpejt mund të kthehet në kryeqytetin evropian të kriptovalutave. Qëllimi kryesor është me një long term vision që Kosova me kanë crypto hub i Evropës dhe crypto kapitali i Evropës. Pse kjo më të mendoj është shkaku e interesimit, cilët edhe këta prezantues të Binances janë kanë krejt Evropën që kanë bë event organizime sana, nuk ka pas asnjë vend më shumë pjesëmarrës, më shumë interesim se sa në Kosovë. Konferenca e vitit 2025 pritet të thyejë rekorde të reja në këtë fushë. Kjo me që në edicionin e parë në vitin e kaluar, BlockTalk e Bybit tërhoqën mbi 500 pjesëmarrës brenda një dite të vetme.